kryeministri flet për Latifin dhe Berisha na nxjerr në podium Lasivitën, sepse të dyja partitë nuk po ndërtojnë një agjendë elektorale mbi programe. Sepse pyetja juaj ishte mbi programet e partive dhe çfarë ofrojnë partitë në këtë zgjedhje. Në njërin anë dikush na flet për bufin dhe kënetën, tjetri na ka prodhuar miun që do ta kullufis bufi. Në një anë kemi teatrin e kukullave ku sjell Rama Bashën, Berishën dhe Lapajn bashkë, në një anë keni teatrin Trampis në krahun tjetër. Më thoni, zoti Pllumbi, ju jeni vetmi zyrtari i PS-s këtu, se kur kryeministri ka fol për programin elektoral ti në këtë fushat përveç 29 marsit, kur në një video të montuar u shpaq programi. Edhe në çeljen e fushatës foli. Përveç se ka fol me një pasaportë Bashkimit Evropian në dorë. Foli në çeljen e fushatës, ju përmendi pagën mesatare, pagën minimale, foli për pensionet, foli se sa do të shkoj paga e mësuesit, se sa do të shkoj paga në administrat, të tëra foli. Dhe kjo është retorika që dominon fushatën, sipas teje nuk është kjo. Ka bërë një prezantim të programit të vetë prej 2 orë gjysmë të programit të Partisë Socialiste. 29 mars vetëm kjo ishte, ndërkohë që më shumë tund një pasaport BE sikur e ka ai në dorë, sikur në 13 maj. Sikur në 13 maj na ka thënë BE-ja që o bëni Edi Ramën kryeministër, o nuk ju pranoj. Në anën tjetër, kryetari i partisë tënde Aulon thotë, unë do vendos taksat më të ulta në Europë dhe në botë, nga ana tjetër do dyfishoj pagat dhe pensionet. Një retorik që nuk ka logjikë ekonomike. Pra të dyja partitë kanë një program për thënë që kemi një program në letër, po ta kërkosha e keni, ndërkohë që fushata është e bazuar mbi një metaforë e cila nuk respekton qytetarin e arsyeshëm. Nga kush e do përgjigjen tani? Nuk dua nga asnjëri përgjigje. E ke retorike? Jo, nuk kam retorike, kam konstatim timin si një votuese potenciale që nuk shoh program nga asnjë parti. Atëherë këtu dalim në fushën e betejës politike. Larg atyre gjërave që tham, po. Kemi një parti socialiste të majtë dhe një parti demokratike mbështetet nga republikanët të djathtë. Dhe thotë do ul taksat për biznesin, për oligarkët, për të gjithë. Kjo është politika e djathtë. Deri këtu jemi okej, po kur pasaj fillon edhe delke politika e majtë dhe thot do rris këto, do rris ato, këto nuk puqen të dyja bashkë. O do ullësh taksat për biznesin, sepse je i djathtë dhe mbështet biznesin, mbështet oligarkët, mbështet kompanitë e mëdha, mbështet ose je i majtë dhe investon tek paga, tek pensionet, tek shërbimi social, tek shëndetësia, tek kjo, tek ajo. Dhe merr ca taksa më shumë nga biznesi. Tu ndajme me Partinë Demokratike. Ne kemi taksat larta për biznesin, taksat zero për biznesin e vogël, dhe kjo është e qartë, dhe me ato taksa që mbledhim, i rishpërndajmë në formën e rritjes pagave për mësuesit, të rritjes pagave për infermierët, të rritjes pagave për mjekët, të rritjes pagave për policët, të rritjes pagave për ushtarakët. Në këtë mënyrë besojmë që mbështesim shtresat më në nevojë dhe ata që kanë më shumë. Kjo është politika e majtë. Rama është e vërtet që ka një projekt, ka një projekt për të shpopullu Shqipërinë. Pasaporta europiane është një mjet për të thënë shqiptarëve që janë këtu brenda, largoni, mos t'ju shoh më, ikni nga Shqipëria. Tani do ju marr vetëm qarkun e Durrësit çka ka ndodhur. Sipas censusit të Edi Ramës, i cili e kishte parashikuar nga Lezhë që në Shqipëri jetojnë 2 milionë e gjysmë banor, thuhet, në Durrës janë 15% më pak njerëz, në Cudhi, Malsinë e Krujës 47% më pak, në Bupsh 26.5%, në Ishëm 26%, në Gjipalaj, kujdes dhe në Nikël 21%. Kjo është pasaporta e Edi Ramës, mbyllje e shkollave, rrënim dhe ata banorë që janë sot se po na ndjekin na çojnë mesazhe, në Krujë dhe në Fushkruj rrinë sot jashtë, janë ndërtuar shtëpitë e Tërmetit, është e vërtetë, por nuk i keni dhënë çelçat. Kur do jepni çelçat e apartamenteve? Janë jashtë sot e kësaj dite. Vetëm një fjalë se do ta bëj. Përgjigje, a keni për këtë? Po presim që zoti Berisha të Okej, do merrni me Berishën. Ti japi okej. Do merrni me Berishën, në rregull. Unë nuk besoj që kjo është përgjigje. Njerëzit po ju presin, kanë 2 vjet që paguajnë bonusin e qeras me parat e veta dhe janë jashtë. Pse nuk i marrin shtëpitë?